Sa ditë pushimit vyjnë për me anis 2026 të fuqishëm. Pushimet dimrore shpesh i presim me gzim, por kur kthehemi në rutinë, ndjehemi prap lodhun. Sipas studiuesit Sabine Sontag, një prej autoreve kryesore në psikologjinë e pushimit edhe rikuperimit, truri nuk lodhet menjëherë kur ndalesh prej punës. Ditët e para të pushimit zakonisht shkojnë për detoks mendor. Trupi po pushon, por mendja hala sillet rreth afateve, përgjegjësive edhe stresit të mbledhur. Kjo quhet recovery delay, edhe është arsyeja pse njerëzit ditët e para të pushimeve shpesh nuk ndjehen as pak të relaksum. Studimet të publikuara nga Sontag edhe Frist tregojnë që shumica e njerëzve ka nevojë për 7 deri në 10 ditë pushim të vërtet që me hyjë në fazën e rikuperimit psikologjik. Vetëm pas kësaj kohe fillon me u ul realisht niveli i kortizolit, hormonit të stresit, edhe me u përmirësu disponimi, përqendrimi edhe ndjenja e energjisë. Një tjetër studim nga Bloom edhe kolegët e tij i bërë mbi pushimet sezonale tregon diçka interesante. Nuk është vetëm numri i ditëve që ka rëndësi, por mënyra se çysh pushojmë. Pushimet ku njerëzit shkëputen mendresht nga puna, flajnë rregullisht edhe nuk e mbushin çdo ditë me angazhime, kanë efekt shumë më të madh se sa pushimet aktive ku stresi thjesht e ndryshon formën. Psikologjikisht, për me u kthy në formë për vitin 2026, truri ka nevojë për 3 faza: ndaljen, rikuperimin edhe riorientimin. Ndalja është momenti kur ti e lejon veten mos me qenë produktiv. Rikuperimi ndodh pas disa ditëve pushimit të vërtet, ku truni fillon me u stabilizu. Hormonet e stresit bien, gjumi thellohet, emocionet bëhen më të qëndrueshme. Ndërsa riorientimi është kur drejt fundit të pushimeve fillon ngadalë me mendu për rutinën pa ankth. E kjo është arsyeja pse kthimi direkt nga pushimi në stres të plot na e shkatron efektin e krejt pushimit. Nëse pushimet dimrore zgjasin pak, trupi mundet me pushu pak, po jo plotësisht. Por nëse mendon se sa ditë duhet me u kthy në formë, shkenca sugjeron minimumi 1 javë e idealisht 10 ditë me gjumë, shkëputje mendore edhe pa presion për me qenë produktiv. Veç atëherë pushimi fillon me funksionu me të vërtet. E ti apo pushon për një me, apo veç pendron llojin e lodhjes. Kallëzoni në komente edhe për më shumë video si kjo, subscribe urbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.